situatë ku zoti Abdi Gjiku, edhe për shkak të problemeve të mëdha të lidershipit të tij brenda partisë, po edhe rezultateve zgjedhore, është duke kërkuar shpëtim dhe dështimi eventual i tyre në një mënyrë do ta ketë edhe në amën të përveçshëm tjetër, që është zonja Osmani. Në mënyrë mendoj që këto në këtë rast këtë ky teatër është duke u bërë për akomodimin politik të këtyre dy politikanëve, të cilët dorën zemër shquhen për raportet të cilat kanë qenë jo të qarta vazhdimisht mes tyre, duket që ata pas kanë pas raporte të mira, sado që kështu në distancë ka pas fërkime nganjëherë. Përkat që kur jemi tek Aleanca për Armërinë e Kosovës e ka ndruar kryetarin ose kandidatin për kryeministër, tashmë kemi Ardian Gjinin, i cili pra po e shpalos një platformë të re dhe po ashtu edhe emra qoftë disa të vjetër, po ashtu edhe emra të ri në listën e AK-s. Sa mund të themi shpresdhënës është ndrimi i liderit të AK-s dhe çfarë rezultati mund të sjellë kjo në zgjedhje? Zoti Ardian Gjini mendoj që është një